Sot do bëjmë një eksperiment se si shkaktohet lëvizja nga motori dhe se si formohet rrymë nga gjeneratori. John Fermi ka bërë dy metoda të thjeshta për të kuptuar drejtimet e rrymës, fushës magnetike dhe rrymës elektrike me anën e 3 gishtave me të dyja duar. Dora majt flet për motorin, dora djathtë flet për gjeneratorin. Në të dyja rastet, gishtat tregojnë për të njëjtën madhësi force, gishti i madh tregon për drejtimin e lëvizjes, gishtat tregues gishti i dytë tregon për drejtimin e fushës magnetike nga nordi ke sudi, drejtimi, dhe gishti i tretë tregon për drejtimin e rrymës elektrike, drejtimin e elektroneve në këtë rast. Tek motori neve kemi rrymë elektrike, kemi fushë magnetike dhe gjejmë drejtimin e lëvizjes së krave të ventilatorit, të rrotës makinës, të trapanit, rrotullimin e tureles e çdo lloj objekti që ne e përdorim sot në teknologjinë e sotme. Ndërsa te gjeneratorët, për shkak të lëvizjes së ujit, apo lëvizjes së erës, apo dallëve të detit e tjerë, çdo lloj lëvizjeve fizike, ne e bashkojmë këtë lëvizje me lëvizjen e magnetëve ose të telave dhe ne përftojmë rrymë elektrike. Tu do shohim rastin e motorit ku kemi vendosur dy magneta përballë njëri tjetrit. Ky teli kalon rrymë 12 volt e vazhduar dhe do shohim që ne përftojmë një forcë. Normalisht kur vendoset teli midis dy magnetëve. Forca tenton ta shtyjë telin përsipër. Sa shkon teli në mes dy magnetëve, forca magnetike e shtyr përsipër. Normalisht me dorën e majt, rryma rrjedh në këtë drejtim, fusha magnetike shkon nga nord në sud dhe forca është e detyruar nga sipër. Nëse ne të ndryshojmë drejtimin e telit, ne do shohim që forca në këtë rast është për poshtë, e drejtuar për poshtë. Duke që teli lëviz për poshtë. Po të shohim rastin e rrymës alternative, edhe po të vendosim telin midis dy magnetëve, ne do shohim që teli do dridhet, sepse rryma ndryshon 50 herë ose 60 herë në sekond, 60 Hz, 50 Hz. Dhe teli ndryshon. Ky është një nga ato eksperimente që bënte Tesla në kohët e tij dhe që trendi dhe ndryshoi njëkohësisht botën.